Duhet Mbappe mu largu prej Real Madridit. Paramenon, 1,5 milion fansat Real Madridit e ka nënshkru një peticion me hashtagun Mbappe out. Po qysh erdh puna deri këtu? Kylian Mbappe ka ardhur në Madrid si superëll që pritej me dominu krejt Evropën, ama tash tifozat po e kritikojnë më shumë se kur. Krejt ka shpërthy mas raportimeve që ai u pa në Itali me partnerin e tij kohën kur ishte i lëndum në hamstring. Ndërkohë Real Madridi fitoi krejt ndeshjet pa ta. E çto filloi drama. Disa tifoz po thonë që skuadra po duket më kompakte pa Mbappen, tjerë po thonë që ai po e prish balancën e ekipit, sidomos me Viniciusin dhe Bellinghamin. Ama tash realisht po flasin për një lojtar që ka si prej futbollistëve më të mirë në planet. Një lojtar që para pak muajve krejt bota do ikë me çdo kusht. Edhe tash veç për një periudhë të keqe njerëz po doin me largu. Futbolli modern është brutal. Sot thrasin hero e nesër të bojnë hashtag me të nxjerr prej klubit. Po pyetja është, a është Mbappe realisht problemi? Apo tifozat e Realit po presin perfekcion për çdo ndeshje. Edhe për më shumë video si kjo, follow Urban FM e subscribe në YouTube.